Mjeku çudit botën. Hudhra në mëngjes shëron këto 4 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumoj menjëherë. Hudhra ka aftësi shëruese dhe avantazhe të larta shëndetësore të mrekullueshme për organizmin. Për më tepër, ajo ofron një sër elementësh jetik për shëndetin e përgjithshëm. Për shkak të përfitimeve ushqyese të hudhrës dhe kimikateve që ajo përmban, ekstraktet e hudhrës mund të ofrojnë një gamë të gjerë të përfitimeve të mundshme shëndetësore. Përbërësit shëndetësor të hudhrës shtrihen në dëndësinë e kockave, në qetësimin e inflamacionit dhe të infeksioneve, në shëndetin e lëkurës dhe gjithashtu në parandalimin e problemeve të zorrës së trashë. Gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët rendisin përfitimet e shumta nëse konsumoni të paktën një thelbi hudhër çdo ditë, por megjithatë ajo ka edhe një limit. Për të pasur në mënyrë efektive pritshmëritë e shëndetit, sipas ekspertëve, një thelbi hudhër e papërpunuar duhet të hahet çdo ditë për të arritur dozën ditore prej 900 mg. Në të njëjtën kohë, thelbinët e hudhrës duhet të coptëzohen ose të shtypen përpara se të konsumohen, në mënyrë që të sekretohet alicina. Nëse hudhra ekspozohet ndaj nxehtësisë, formimi i alicinës do të ndalohet. Për të patur përfitime më të mira në mbrojtjen e shëndetit, ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të shquara për mbrojtjen e organizmit dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sipas një studimi të vitit 2018, hudhra e zjerë përmban 16% më pak alicinë se hudhra e papërpunuar dhe 30% më pak alicinë se hudhra e pjekur. Ekspertët këshillojnë që konsumi i hudhrës të bëhet në mënyrë të rregullt në dietën tuaj për të marrë përfitimet e saj në mbrojtjen e shëndetit. Një thelbi hudhër i konsumuar në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të kthehet në një aleat të vërtetë për organizmin. Hudhra mund të jetë e dëmshme nëse e përdorni tej mase, por nëse konsumoni jo më shumë se 2 thelbi në ditë, atëherë ajo do të ofrojë një sër elementësh pozitiv për mbrojtjen e organizmit. Ekspertët shëndetësor thonë se për shekuj me radhë hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë që besohet se mund të trajtonte një sër komplikacionesh dhe gjithashtu mbi të gjitha të jepte rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ja cilat janë disa nga vetitë më të mira shëruese të konsumit të hudhrës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj të përgjithshme. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë gjithashtu edhe një shpëtues kundër një sër komplikacionesh. Kështu përfshirja e saj në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një mbrojtës shumë i mirë i organizmit kundër këtyre shqetësimeve, citon Healthy Side. Disa analiza laboratorike kanë treguar se përfshirja e hudhrës në dietën tuaj do të jetë një nxitës i vërtetë i organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, të cilat mund të mbajnë larg gjithashtu edhe viruset e stinës. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga konsumi i saj në dietën e rregullt, konsumojeni atë në formën e papërpunuar. Hudhra po ashtu mbron edhe kundër radikaleve të lira në organizëm. Ekspertët kanë treguar se njerëzit që hanë një hudhër në ditë mund të preken më pak nga problemi i radikaleve të lira. Hudhra po ashtu mbron edhe nga problemet e zemrës pasi do të relaksojë edhe enët e gjakut, duke reduktuar kështu presionin tuaj të gjakut. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga produktet më mbreslënse për organizmin, sidomos edhe për shëndetin e përgjithshëm. Hudhra mbron nga problemet e zemrës pasi relakson enët e gjakut, redukton presionin e gjakut dhe përtej kësaj mund të japë rezultate të mira në çdo aspekt. Hudhra përmban nivele të larta të antioksidantëve. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës dhe mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve. Ndaj konsumi i saj në formë të rregullt dhe brenda normës do të jetë një nxitës i vërtetë i imunitetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Problemi me shumicën e antibiotikëve është se bakteriet krijojnë rezistencë ndaj tyre, por kjo nuk do të ndodhë me konsumin e hudhrës. Ndaj siguroni ta keni pjesë të dietave tuaja këtë erëz mjaft të fuqishme dhe të mbrojtshme për organizmin në tërësi. Siguroni të konsumoni hudhra në mënyrë të rregullt, por pa e tepruar me sasinë e tyre.
Hudhra është një erëzë shumë e fuqishme në betejën kundër akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën më të pastër, por në fund rezultati është vërtet zhgënjyes. E kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shëruese mjaft e mirë për lëkurën. Një thelpi hudhër në ditë mund të mbrojë shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë ju mbrojnë për të parandaluar gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira në organizëm dhe problemet e ftohjes. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja në mënyrë të rregullt, këtë erëzë mjaft të veçantë me benefite të larta ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Kur përdoret në ushqim, ju duhet të prisni deri në 10 minuta pas gatimit të tyre dhe më pas ta shtoni hudhrën. Hudhra është gjithashtu një produkt shumë i mirë kundër mpiksjes së gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut e vullnetarët është zvogëluar nga 1 deri në 5% pasi kanë marrë hudhër. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje në zemër me 20 deri në 25%. Hudhra është shumë efektive për shtypjen e lartë të gjakut dhe gjithashtu në mbajtjen e lartë të komplikacioneve të tij. Nëse vuani nga hipertensioni, hudhra, nëse konsumohet brenda normës, do t'jap efekte pozitive për shëndetin tuaj. Hudhra ofron vlera dhe përfitime të larta për shëndetin tuaj. Ndonse vendi ynë nuk eksporton hudhër në sasi të mëdha, shumë fermerë nga veriu në jug e mbjellin atë në sasi të vogla të hudhrës për të marrë përfitimet personale për të shitur gjithashtu edhe në tregjet vendase. Përpos paraqitjes, hudhra shqiptare mund të jetë më e vogël nëpër masa, por është e pasur gjithashtu me shumë vlera të larta ushqyese, çka do të nxisin rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Në këtë video do të rendisim arsyet kryesore pse hudhra duhet të shtohet në dietën tuaj dhe cilat janë ndikimet pozitive të tyre në rritjen e përfitimeve të organizmit. Konsumi i hudhrës do të jetë një mburojë shumë e mirë në përmirësimin e imunitetit. Studimet klinike sipas Healthysite kanë cituar se përfshirja e hudhrës në dietën tuaj do të ulë edhe rrezikun e qelizave të dëmshme. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara zbuloi se gratë që hanë rregullisht hudhër, fruta dhe perime janë në 35% më pak të rrezikuara nga problemet e sistemit të tyre tretës. Ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt do të jetë një përmirësues i mirë i imunitetit. Hudhra është një nga erëzat më të mira kundër inflamacioneve. Studimeve të cilave u referohemi sipas Healthysite konfirmojnë se përfshirja e hudhrës në dietën tuaj do të jetë një mburojë vërtet ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj sigurisht përfshirja e saj në dietën tuaj do të nxjisë përfitime të larta kundër këtyre shqetësimeve. Mjafton ta përdorni atë në mënyrë të rregullt dhe rezultatet do të jenë mbreslënëse. Hudhra është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Studimet mbi rolin e hudhrës gjithashtu e cilësojnë atë si një nga avantazhet më të pasura shëruese në mbrojtjen e organizmit. Dhënat janë premtuese, thonë ekspertët, sipas të cilëve hudhra mund të ketë ndikime pozitive për zgjerimin e enëve të gjakut, gjithashtu edhe në uljen e komplikacioneve të niveleve të hipertensionit. Ekspertët rekomandojnë konsumit e rreth 4 gram hudhër, që është e barazvlefshme me 1 thelpi për të ulur rrezikun e problemeve të tilla, citon Healthysite. Por kujdes duhet të kenë personat që kanë tension të ulët, pasi ajo mund të ndikojë negativisht në çështjet e tyre. Flokët dhe gjithashtu lëkura juaj mund të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e kësaj erëze. Hudhra është e pasur me antioksidant dhe është efikase kundër bakterieve. Ajo pastron lëkurën prej tyre dhe zgjidh problemet e akneve. Gjithsesi, këshillohet të konsultoheni me dermatologun tuaj përpara se ta përdorni për të evituar kështu çdo komplikacion të mundshëm. Ekspertët tregojnë se hudhra është një nga bimët më të mira në përmirësimin e imunitetit dhe në betejën kundër shqetësimeve të tyre. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja këtë erëzë dhe gjithmonë, nëse merrni medikamente të caktuara, konsultohuni me mjekun për të evituar çdo komplikacion të mundshëm lidhur me shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.